Valbona mbjelli në një intervistë, një ditë pas eliminimit, ka pohuar se ka pasur ndjenja për Laert Vasilin. Ka qenë Laerti i pari që ka bërë hapat dhe më pas e gjithë gjëja rrodhi dhe u gjendën përballë njëri tjetrit. Më pas vazhdoi si lojë, por avancoi shkoi përtej lojës, deklaroi ajo. Sipas saj, Laerti ka kërkuar të shkëmbejnë puthje në një pjesë të shtëpisë me pretendimin se nuk e kapnin kamerat, pavarësisht se çdo cep i shtëpisë është i monitoruar 24 në 24. Nuk kam gënjyer në asnjë moment në shtëpinë e famshme. Më ka ftuar që të më puthe në një hapësirë që besonte se nuk ka kamera. I thash jo. Unë kam pasur ndjenje të sinqerta për Laertin dhe shumë të pastra. Duke ditur ai këtë gjë, ka luajtur. Nuk mund të them që kam qenë marrëzisht e dashuruar. Ishte një tërheqje që kishte nisur mes nesh. Prandaj them që zhgënjimi më i madh për mua ishte Laert Vasili, deklaroi Valbona. Nga ana tjetër, ajo u shpreh se ka qenë mjaft e ngarkuar dhe që pas daljes së saj nuk ka arritur që të pushojë. Nuk e ka menduar pjesën e atyre banorëve, sepse të them të drejtën disa prej tyre nuk i shikoja si konkurrent përballë vetes time. Ishin 3 ditët më të vështira që kam kaluar aty. Ne donin të ndaheshim sepse unë nuk isha nevojë që të kisha një mbështetje, një lojtar. Unë nuk kam pasur asnjëherë nevojë që të kisha një aleat apo dikoj që të më mbronte, sepse vetëm me zërin briljant mund t'ja dilja që të mbrohesha. Nuk e di se ç'pati gjesti që na bëri 2-1 dhe ja ku jemi sot. Mirë them që ka bërë, sepse i dha mundësinë Laertit dhe mua që të merrni një vendim shumë të rëndësishëm. A është ende e mërzditur me Laertin, ajo, dhe si u ndje në ato moment kur mori vesh se çfarë kishte vendosur banori, Valbona kishte këtë përgjigje. Pa diskutim që po, nuk ka asgjë që e ndryshon. Vendimi i tij shkatroi çdo gjë. Mora një goditje shumë të madhe dhe u ndjeva të tradhtuar. Atë që e ka. Është shumë karizmatik dhe anët e tij pozitive nuk mund t'ja hedhun poshtë. Këtë anën që u tregua besprerë nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund ta bënte tek unë. Ai zgjodhi që vajzën që dashuronte dhe donte në atë shtëpi ta largonte sepse nuk donte ta njihte më, deklaroi Valbona, mjaft e zhgënjur nga Laerti. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.